Një grua 73 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e asfiksis nga zjarri brenda banesës së saj në lagjen numër 13 të qytetit të Korçës. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, kur një vatër zjarri ka përfshirë ambientin e kuzhinës së apartamentit ku ajo jetonte në katin e dytë të një pallati. Viktima Fluturie Potka banonte prej vitesh e vetme në këtë zonë periferike të qytetit. Kanë qenë fshinjët ata që kanë njoftuar menjëherë shërbimet e policisë dhe zjarfiksen, të cilat kanë ndërhyrë duke izoluar flakët. Fëmijët i theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Jetonte vetëm, kishte vite. Ajo nuk i the kemët. Pasaj ka kaq muaj u paralizua nga kemët. Dilte në balkon, bente, po që kur ka ardhur këto kohë e fundit, i the çantën poshtë, më mirë një sheqer, mirë një oriz, mirë një bukë, këto e ndihmonin. Nuk delte fare ajo, nga dora ajo një zbriste poshtë, lartë, jo, vetëm në shtëpi. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa rasti rikthen vëmendjen te problematika e të moshuarve që jetojnë të vetëm dhe rreziku që përballet kjo kategori në banesat e tyre.